20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjo muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi së bashku miq drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Music Plus dhe në këto momente studio e programit Music Plus është mbushur, por hapasapi ju do të keni mundësi për të ndjekur një bisedë shumë të veçantë dhe të gjatë për hir të së vërtetës, për të prezantuar më tepër nga Këshilli Rinor Pogradez, më konkretisht Dorian Leka, i cili është themeluesi i Këshillit Rinor Pogradec, është në këtë moment në mikrofon për të prezantuar më tepër gjithçka që ka të bëjë me Këshillin Rinor, që nga themelimi, mënyra se si është organizuar, sfidat dhe pse jo më tepër detaje, por edhe disa vajza që janë me Dorianin në ditën e sotme, nga koordinatorët e Këshillit Rinor Pogradec dhe anëtarët e komunitetit organizativ do të zbulojnë më tepër detaje për sa i përket Këshillit. Ka qenë ky një informacion i përgjithshëm. Dorian, të përshëndes dhe të falenderoj që je në këto momente nga Pogradeci direkt dhe këtu për programin live. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju. Shumë faleminderit për ftesën dhe faleminderit që i dedikoni një hapësirë mediatike, një dritare informacioni rinis për cilët kemi kaq shumë nevojë në kohët e sotme. Për mua është një kënaqësi e veçantë dhe të falenderoj, e them sinqerisht këtë, gjithmonë për te angazhimeve dhe gjithçka që ti realizon, gjen kohën dhe mundësinë për të erdhur direkt nga Pogradeci për të qenë pjesë e programit Music Plus, pse jo për të ndarë më tepër informacion, por jo vetëm informacion, edhe për të inkurajuar të rinj të cilët ka nevojë për një stimul, për të qenë gjithmonë edhe më tepër aktiv dhe për të qenë pjesë e këtyre këshilleve, të cilat tregojnë që po zëri të rinjve dëgjohet dhe ata kanë mundësi për të shprehur lirshëm, qoftë për sfidat, qoftë për vështirësitë, por edhe për ato gjërat e bukura që ata realizojnë. Prandaj më tregu pak më tepër mbi Këshillin Rinor në Pogradec, i cili në mos gaboj është themeluar në vitin 2019 dhe vazhdon të jetë aktiv patjetër edhe në momentin që ne jemi duke folur, ndryshe nga shumë struktura të tjera rinore që nuk janë ndoshta për shkak të arsyeve të ndryshme të qëndrueshme. Prandaj cila është formula juaj e suksesit? Edhe keni plot aktivitete, sepse nuk është vetëm diçka që ka zgjatur ndër vite, por e mbushur me shumë aktivitete. Unë mendoj Kela që suksesi i Këshillit Rinor Pogradec është bashkëvendimarrja. Mënyra se si ne kemi organizuar, qysh në themelim në 2019, ka qenë që t'ju ofrojmë të rinjve një mundësi për t'i mbështetur ata që të vetë organizohen. Natyrisht kjo është e vështirë dhe ka sfida, sidomos në qytetet tona që pjesa më e madhe të rinjve pasi mbyllin studimet e tyre të mesme, shkojnë drejt universitetit, edhe ne na duhet çdo vit për antarët që largohen pas maturës të zgjedhim nga vitet e para. Dhe këtë kemi quajtur si një aktivitet rikonstituimi. E bëjmë çdo vit, tani bëjmë në 8 dhjetor, do bëjmë 8-9 dhjetor, bëjmë dhe rikonstituimin e Këshillit të Ri, që marrim antarët e rinj. Vjet ka patur 60 antar të interesuar ndjes pra kandidat, si vjet kemi 55. Prej të cilve me faza intervistime zgjidhen kush janë të rinj që mendojmë se i përshtaten më shumë aktivizimit në Këshillin Rinor Pogradec. Ajo që kam identifikuar është që shumë të rinj dëshirojnë të kenë një formë përkatësie, pra kanë shumë dëshirë që të jenë antari një këshilli, antari një komiteti, drejtues diku, kanë shumë dëshirë, po pak ndërta aktivizohen. Janë të gatshëm që të sakrifikojnë nga koha e tyre. Dhe mendoj që formula jone e suksesit lidhet pikërisht me këtë, pra ne jo vetëm ju japim të rinjve të bëjnë atë që duan ata dhe të vendosin vetë për veten e tyre, ju do t'i keni pak më vonë edhe vajza që do thonë të njëjtën, por që duhet të gjesh dhe të rinjt që janë të gatshëm mes kohës së tyre të lirë përtej kurseve, përtej leximit jashtëkollor, përtej mësimeve, të dedikojnë një kohë për aktivizim. Në mënyrë që të kenë mundësi të shprehin talentet e tyre, të bëjnë aktivitete që ata kanë. Pra të jenë aktiv mbi të gjitha, realist. Po s'mund të jenë aktiv me dirigjim. Unë mendoj që institucionet lokale, po kjo edhe në nivel qendror, edhe në Tiranë, gabojnë në organizimin e të rinjve, sepse të rinjt i konsiderojnë si numra.
Pra bëhet një event, kemi 60 të rinj, kemi 100 të rinj, suksesi madh, foto Instagrami, nuk mendoj që kjo është një formulë suksesi, prandaj dhe ekipe rinore ngrihen dhe shuhen, prandaj projektet marrin një nismë, grupojnë disa të rinj dhe pasi mbaron projekti këta të rinj shpërbëhen, po, e vërtet. Pikërisht për këtë arsye, duhet jemi shumë të kujdesshëm për të dëgjuar, për të kuptuar drejt nevojat e tyre, për t'i bërë ata që të mos ndihen si personi që zë një karige, po të ndihet si njeriu që ka një vot. Të mos jenë thjesht një numër. Yes, që të ka një vot, që ndikon, që mendimi i tij vlen dhe ai mund të bëjë diçka. Ka raste që në bashkëvendimarrje unë s'jam fare dakord me gjërat që ata duan. Pra ka momente që jam kundër, por nuk e them. Sepse shumica vendos, ne jemi 3 koordinator. Shumica vendos dhe e kemi bërë atë që ata kanë dashur. Edhe pse unë do doja të ishte një aktivitet ku e di, ndoshta i natyrës tjetër më masiv, kam zgjedhur të bëj atë që ata duan. Nëse bën atë që duan të rinjt, atëherë ata e gjejnë energjinë e vetja, fuqinë dhe kohën për ta realizuar. Nëse ti u shkon me një aktivitet gati, edhe pret që të ndjekë nga mbrapa. Është ndryshe patjetër një ide, një aktivitet që vjen nga vetë të rinj dhe është ndryshe ti u ofrosh si koordinator apo si drejtues një ide. Jam e sigurt për këtë që kanë impakte të ndryshme tek të rinjt, ata do të përfshihen ndryshe. Pavarësisht dëshirës për të qenë pjesë aktive. Shumë saktë. Unë mund t'ju jap një rast që është nga aktualiteti. Për shembull, sipas ligjit janë ngritur këshillat vendor rinor, që kanë nga një përfaqësues të çdo organizmi rinor, nga qeveritë e nxënësve, nga strukturat si kjo e jona, një përfaqësues në Këshillin Vendor Rinor diskuton për politikat rinore. Sa shpesh ndodh kjo? Në cilin rast, në cilën KVR, të cilit qyteti mblidhen të rinj përfaqësues të organizmave dhe diskutojnë për politikat rinore, diskutojnë për buxhetet e aktiviteteve, diskutojnë se si secili prej tyre që përfaqëson një organizëm caktuar të bëjë një kalendar të përgjithshëm aktivitetesh. Sepse nëse ne si Këshill Rinor Pogradec bëjmë 40 aktivitete apo 50 aktivitete, një organizëm tjetër bën 10 aktivitete, Akademia Rinore bën po prap një set aktivitetesh, kur këto grumbullohen, pastaj kemi një arsenal të madh që vlen ta promovojmë, edhe qyteti mund të aktivizohet dhe gjallërojë jetën rinore. Po kjo nuk ndodh. Te ne KVR-t, Këshillat Vendor Rinor, nuk hartojnë politika. Përpiqen të bëjnë ata vetë aktivitete, nuk funksionon kështu. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Këshillin Vendor Rinor, funksionon në Pogradec në kuptimin që bëjnë takime sporadike, por mendoj si në çdo qytet, edhe në qytetin tonë, besoj edhe në Korçë është e njëjta, se e kemi studiuar, është trajtohet si një grupim rinor që duhet bëjë aktivitete, në fakt është e kundërta. Nëse KVR-ja do funksiononte siç duhet sipas ligjit, do ishte Këshilli Vendor Rinor ai që dikton çfarë aktivitete duhet bëhen. Dhe më pas ti të rinj shkon me idetë që ata vetë kanë propozuar. Që kanë ardhur prej tyre patjetër. Ndërkohë që ndodhe kundërta bëhen aktivitetet nga bashkia dhe ti shkon te të rinj dhe ju thua hajdeni tek festa e birrës, hajdeni tek festa e verës. Edhe nga ajo që ti e duke prezantuar, ju po përpiqeni të bëni diçka tjetër që vërtet është duke funksionuar. Prandaj më trego pak se si funksionon si një organizim i pavarur, pa të mbështetjen e drejt për drejt financiare. Si arrini të mbuloni, sepse e dim paraprakisht që çdo aktivitet ka kosto, ka shpenzime, prandaj si arrini të mbuloni shpenzimet dhe të realizoni gjithmonë edhe më tepër aktivitete. Shumë e vështirë është Kela. Domethënë, këtu ne kemi patur hirin e Zotit, kemi patur mundësi që shpeshherë organizma jo fitimprurës, shoqata, fondacione të na bëhen tokë, të na bashkohen, të na mbështesin një aktivitet, për shembull qendresa qytetare prej 2-3 vjetësh tashmë na mbështet një aktivitet. Neemia në vitet e themelimit ka mbështetur një seri aktivitetesh. Lëviz Albania në 2 vitet e para themelimit dhe ata na kanë mbështetur një seri aktivitetesh, kështu që ja kemi dalë. Patjetër që ne jemi me baza vullnetare, ne nuk e shikojmë si punë, ne e shikojmë si angazhim, ne kënaqemi, por gjithmonë është gjetur mënyra për mbulimin e shpenzimeve, nuk mund ta mohoj edhe dashamirësinë që ka patur kryetari i bashkisë për të na dhënë hapësira, ambiente që na nevojiten, mjete teknike. Kryetaria e Këshillit Bashkiak po prap na ka ndihmuar. Pra institucionet i kemi patur gjithmonë pranë vetes edhe a është mirë që të ketë një buxhet? Patjetër që po, na është propozuar dhe kjo që ta kërkojmë, por nuk e kemi bërë ende realitet për shumë arsye, sepse ne jemi thjesht një nga organizimet rinore që ka qyteti.
Edhe më mirë shikojmë këto mundësitë alternative, nëse nuk ja dalim dot, patjetër që do ta kërkojmë dhe fondin. Ndoshta vitin e ardhshëm. Në bashki, po ndoshta edhe vitin e ardhshëm. Po jemi përpjekur gjejmë forma alternative, po nuk i gjetëm do t'i shkojmë bashkisë, sepse çdo grupim rinor duhet të ketë mbështetje pastaj, nëse nena jepet një fond, patjetër duhet të veprojë në gjithë të tjerët. Po, edhe kjo ndikon, kështu që po përpiqemi të kursejmë buxhetin, le të themi, në këtë formë. Dhe ja kemi dalë, lavdi Zotit. Më trego pak në lidhje me gazetën rinore Letër e Hapur, e cila tashmë është një platformë e konsoliduar. Çfarë tematika trajton ajo dhe si vendosni se çfarë do të publikoni? Shumë interesante është mënyra se si ne i drejtojmë, ka një sistem rotacional. Unë jam administratori, po nuk ndikoj te gazeta. Gazeta drejtohet nga kryeredaktorët. Kryeredaktorët kanë një cikël me redaktorët për përzgjedhjen e lajmeve dhe pastaj redaktorët bashkë me gazetarët dhe reporterët zgjedhin çështje që janë me fokus rinor. Ka botim shumë interesante sepse është që nga ProArti, për shembull promovimi të rinjve të talentuar me artin e tyre, tek turizmi, vizitojnë ditë, rezervojnë një muaj që promovon Pogradecin, dhe deri tek monitorime që lidhet me institucione, punën që ata bëjnë, si e shikojnë të rinjt, si e kuptojnë të rinj një vendimarrje në Këshillin Bashkiak, si e kuptojnë të rinjt punën e qendrës arsimore për të publikuar kriteret për përfitimin e bursës së nxënësve. Domethënë ka çë, po edhe deri te çështja ku e diun vrasja e qenve në situatë rruge. Ka tema të fuqishme që kanë trajtuar të rinjt, janë të guximshëm, më lejoni ta them këtë. Sikurse është natyra e të rinjve. Dhe duhet të jetë. Po, duhet të jetë. Ata sjellin ndryshimet në botë, më të mëdha kanë ardhur nga grupime studentore, po kjo është e vërtetë. Historia e tregon këtë. Po, edhe e njëjta na ndodh dhe ne, ajo që vere është antarët tanë të vjetër, që tashmë janë me studime, janë më konsistent në botim në gazetë se sa antarët e rinj, se janë dhe më të vegjël, pra ju duhet kohë që sa mirë që dhe ata të rinj që ndoshta largohen nga qyteti Pogradecit për shkak të studimeve kryesisht, ata vazhdojnë të jenë besnik i asaj që i kanë ndihmuar në ndërtimin e atyre që ata janë momentalisht, sepse besoj që patjetër aktivitete të tilla, organizime të tilla ndikon tek të rinj për mënyrën se si ata krijojnë këndvështrime qasje të ndryshme edhe në lidhje me problematika dhe situata me të cilat përballen të rinjt në vendin tonë. Kila, kur gjen kanalet e duhur si rasti ynë me Këshillin Rinor Pogradec dhe me gazetën, jep të rijut një arsye më shumë kur të zgjedh studimet të kthehet në fundjavë në qytetin e tij. Ndryshe ai nuk e sheh qytetin si të tij. Dhe diçka të fundit, sepse më pas do të kem vajzat në studio në mikrofon për të ndarë më tepër nga eksperiencat e tyre, cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballeni në administrimin e një gazete rinore sot. Është medie e pavarur. Dhe si medie e pavarur që nuk ka logo institucionale ose logo biznesi, ka qenë shumë e vështirë. Më lejoni t'ju them që në gjithë projektet që kam aplikuar, sa herë aplikojmë me Këshillin Rinor, marrim projekte, sa herë aplikojmë me gazetën, nuk marrim projekte. Është një situatë në Shqipëri pak absurde. Ndoshta e mendojnë gazetën si diçka është të vjetër pak a shumë? No, media është fuqi. Fuqia e fjalës. Kështu që media është fuqi. Edhe mendoj që nuk të mbështet njeri kollaj për një medie, ose nëse të mbështesin me kushte. Po. Dhe unë linjën editoriale, i vetmja negociat që bëjmë me të rinjt është ne nuk e prekim linjën editoriale. Domethënë aty do trajtohet çfarë duan të rinjt dhe si e shohin të rinjt. Dhe ata tërësisht marrin përsipër koston e tyre për gjërat si mendojnë. Për shembull në 3 artikujt e fundit që kemi botuar, se ne botojmë rrallë, po presim që të piqet audienca të lexohet gjerësisht, kanë qenë 3 artikuj të një cikli me rekomandime për ndryshimin e ligjit për rinin. Që është goxha e guximshëm nga një nga antarët tanë bie dhe ish koordinator Mateo Iskollari, i cili ka qenë një artikull jashtëzakonisht shumë i guximshëm për mendimin tim, me rekomandime shumë të vyera, por që të tillë artikuj të rreshtojnë te mediat e pavarura, dhe një medie të pavarur askush nuk e do sot. Këtë kemi kuptuar. Pra sfida kryesore është që me gazetën nuk është se mund të fitojmë dot një projekt, mund të gjejmë dot një mbështetje, por ama me zor, me dëshirë, ne mund ta mbajmë hapur një dritare informacioni ku të rinjt mund të promovojnë veten e tyre, mënyrën se si ata mendojnë, gjërat që duan të shikojnë ndryshe në qytetin e tyre, do ta mbajmë gjithmonë hapur atë dritare. Dorian, të falenderoj për këtë minutazh, për gjithçka që ndave në këto momente. Kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme.
Miqin e do të vazhdojmë bisedën në studio me vajzat të cilat janë së bashku me Dorianin në ditën e sotme nga Këshilli Rinor Pogradec, por do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio. Është marrëzi e di kur bota dritën të ketë parë, do të skërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde, i këndoj dashuri së tënde. I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Vazhdojmë të jemi së bashku miq drejt për së drejti në valët e Radio Manuel. Dhe në këtë momente në mikrofon janë bashkuar dy vajza mjaft simpatike, sikurse është Stelina Jaupi, koordinatore pranë Këshillit Rinor Pogradec, dhe Amelia Musaraj, antare e komitetit organizativ. Vajza, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje, kënaqësi për ju që na ftoni. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Ne sot do të zbulojmë më tepër. Doriani prezantoi në vija të përgjithshme se si funksionon Këshilli Rinor Pogradec në lidhje me sfidat, por ndoshta edhe me mënyrën se si është organizuar, por dua t'ju pyes ju në aspektin më personal, çfarë ju ka shtyr të angazhoheni në Këshillin Rinor Pogradec, çfarë përfaqëson ky angazhim për ju, dhe ndoshta mund të bëni një prezantim të shkurtër për veten, ku studioni, në çfarë viti jeni. Atëherë, unë jam bërë antare e Këshillit Rinor Pogradec në vitin tim të parë gjimnaz. Dhe duke qenë se unë isha në vit të parë gjimnaz, doja të krijoja sa më shumë eksperienca të reja dhe të krijoja domethënë sa më shumë kujtime. Dhe duke dëgjuar për Këshillin Rinor Pogradec, kam dëgjuar domethënë shumë fjalë të mira, dhe duke qenë se doja të sfidoja veten, vendosa që të aplikoja pranë Këshillit Rinor Pogradec, sepse Këshilli organizon shumë aktivitete të bukura, aktivitete që t'japin mundësinë ty të sfidosh veten, të ndash pjesë nga vetja jote, të njohësh njerëz të rinj dhe të marrësh domethënë aftësi të reja. Dhe Këshilli për mua përfaqëson një pjesë shumë të rëndësishme në jetën time tani. Më vjen mirë. Sepse kam njohur njerëz që dua t'i kem përgjithmonë dhe kam marrë aftësi shumë të mira që mua më vlen për jetën time. Më vjen mirë, Stelina. Përshëndetje, unë jam Amelia Musaraj dhe bëj pjesë në shkollën Gjergj Pekmezi në Pogradec.
Unë kam diku tek një vit që jam pjesë e Këshillit Rinor Pogradec dhe jam angazhuar në Këshillin Rinor sepse kam dashur gjithmonë që të kem një ndikim tek të rinjt, të thuash. E pash të qenë pjesë e Këshillit Rinor kam parë si një mundësi për të zhvilluar dhe për të njohur njerëz të rinj dhe për të mësuar ato që shkolla ne nuk na ka ofruar mundësi për të mësuar. Për mua ky angazhim është një rritje personale ku unë mund të sfidoj veten, mund të mësoj shumë nga aktivitetet e nga eksperiencat që ne kemi në Këshillin Rinor Pogradec. Më vjen mirë dhe pak më para Stelina përmendi një frazë dhe më bëri përshtypje. Unë vendosa të aplikoj në Këshillin Rinor në Pogradec. Më tregoni pak vajza si funksionon? Duhet të plotësosh disa kritere, një formular apo nuk e di. Ndoshta për të rinj që janë duke në ndjekur dhe pse jo? Është kjo intervistë dhe kjo bisedë me ju në studio një nxitje për ta që ndoshta nuk janë ende pjesë e këshillit për t'u bashkuar. Po, atëherë në çdo vit kemi aplikime të reja, antar të rinj për shkolla të ndryshëm, por kemi edhe 5 përfaqësues për çdo shkollë, domethënë jo vetëm në Pogradec, por edhe domethënë në gjitha shkollat që janë në Bashkimin Pogradec. Po. Ne kemi Google Forms, që është një link ku ti tregon për veten tënde, tregon emrin tënd, tregon moshën tënde, tregon shkollën në të cilën studion dhe aktivitetet ku ti interesohesh. Dhe nëpërmjet këtij linku, domethënë ai që do të aplikoj e plotëson dhe koordinatorët, siç e bëm ne vjet këtë vit, zgjedhin të rinjt. Domethënë të rinjt zgjedhin të rinjt, kemi dhe më pas aplikimit kryen intervistat në cilën ne spikasim nxënësit që janë domethënë më të talentuar, si të thuash, sepse ne nuk mund të marrim 55 veta në këshill, por kështu. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty në rolin e koordinatores? Atëherë, unë duke qenë se kam pothuajse tani 2 vite që jam pjesë në Këshillin Rinor Pogradec, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur sepse unë nuk e prisja që me një vit antare të bëhesha koordinatore pranë këshillit, por është një eksperiencë shumë e bukur sepse ti shikon që puna jote vërtet po shpërblehet, edhe ke të bësh me më shumë njerëz, por pavarësisht se ke të bësh me më shumë njerëz, ke më shumë përgjegjësi. Edhe si çdo gjë. Po, dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse këshilli ti jep përgjegjësi ty, sepse ti ke përgjegjësi për një aktivitet, për disa nxënës, për Dhe besoj që kjo të përgatit për një eksperiencë më të madhe edhe në të ardhmen kur do të jesh në tregun e punës. Po. Sepse merr përsipër organizimin e një aktiviteti, ndoshta jo nga fillimi në fund, por disa pjesë kryesore të një aktiviteti. Po, dhe kjo t'jep ty një aftësi që ti jesh më përgatitur nëse nesër pas nesër të ndodh diçka me jetën tënde personale. Patjetër, dhe besoj dhe profesionale do t'ju ndihmoj shumë. Si ka qenë për ty Amelia, thuajse një vit, pjesë e Këshillit Rinor? Si ka qenë kjo periudhë për ty, ose përse do t'ju sugjeroj edhe bashkëpunëtorëve të tu të bëjnë të njëjtën gjë? Për mua kjo periudhë ka qenë shumë e bukur, po aq sa e bukur dhe e vështirë, sepse pavarësisht se ne kalojmë shumë bukur me njëri tjetrin, kemi dhe ato angazhimet tona që duhet balancojmë edhe shkollën, por edhe aktivitetet e Këshillit Rinor Pogradec. Unë doja u sugjeroja të rinjve që të jenë pjesë e Këshillit Rinor sepse i ndihmon shumë që ata të rriten si në vetvete. Si individ, ashtu sikurse dhe Stelina e përmendi. Këshilli Rinor Pogradec organizon gjithashtu një kalendar të pasur me aktivitete çdo vit. Cilat janë disa nga aktivitetet më të rëndësishme dhe pse jo edhe aktivitetet tradicionale që ju zhvilloni? Aktivitetet tradicionale janë aktivitete që ne i duam shumë. Prandaj janë bërë edhe traditë, sepse ne i duam shumë dhe prandaj vim vit pas viti. Këtu mund të përmend Christmas Market Competition. Kemi Kino Christmasin, kemi ditën e tokës, kemi ditën e Europës, kemi shtigjet e krijimit, kemi besnikun e librit, kemi në ver Day Nightin edhe shumë aktivitete të tjera që janë traditë edhe na japin mundësinë të jemi vetvetja edhe të bëjmë shumë qejf. Pse jo? Më trego pak Amelia, ndoshta një aktivitet që ty të kalon vërtet mbresa të bukura dhe ke dashur që të ndodhë sërish, ndoshta jo këto aktivitete tradicionale, po aktivitete që kanë ndodhur vetëm një herë.
Atëherë aktiviteti që mua më ka lënë shumë bresa, nuk ndodh vetëm një herë, por është siç e përmendi dhe Stelina, është Christmas marketi dhe Christmas Jemi në sezonin e Krishtlindjes. competition. Mua më ka lënë shumë bresa sepse vjet ishte aktiviteti im i parë që unë merrja pjesë dhe të shikoja të gjithë qytetin që ishte i mbledhur atje, tipte një njëtësi shumë të bukur dhe një energji shumë festive. Gjithashtu kisha mundësinë të shikoja të rinjt ku shprehin talentet e tyre dhe atë që ata dinin të bënin më mirë, por gjithashtu përjetova dhe diçka shumë të re, ku në Christmas Market Competition ne kishim mundësinë që të zgjidhnim nëpërmjet performancave më të bukura që ne pam, kishim mundësinë që të zgjidhnim fituesin e Christmas Market Competition, e cila ishte një proces shumë transparent dhe më pëlqeu shumë. Po, sepse Stelina, vazhdo. Edhe unë për Christmas Marketin po doja të vazhdoja fjalën që tha Amelia. Christmas Market ishte shumë i veçantë sepse ne jemi mësuar që kur kemi një kompeticion, ne na zgjedhin më të rriturit, ose institucione, ose pjesëtar të institucioneve të ndryshme, ndërsa te Christmas Market ne zgjodhëm vetë njëri tjetrin, domethënë të rinjt votuan të rinjt. Dhe këtu unë ndjeva e vlerësuar, sepse vota ime kishte vlerë për një numër. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme të vlerësohesh nga bashkëmoshatarët e tua, sepse e dim që të rriturit, ndoshta kanë vështrime të ndryshme për mënyrën se si duan të vlerësojnë të rinjt, por kur vjen vetë vlerësimi nga vetë grupi është shumë e veçantë, besoj. Dhe është një ndër aktivitetet e vetme që ka këtë lloj votimi. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme dhe mua më ka lënë shumë brez, sepse duke qenë se ne ishim 2 ditë atje, të dyja ditët ishin shumë të veçanta. Dhe përveç të votimit edhe kompeticionit, ajo që kishte rëndësi ishte që ne ishim bashk, dhe unë si antare e re mora për të parë punën time, si të thuash. Edhe për ty ky është një ndër aktivitetet që të ka lënë më tepër mbresa, apo do të sillni një aktivitet tjetër? Një aktivitet që do të sillja janë shtigjet e krijimit. Më trego pak më tepër. Shtigjet e krijimit është një aktivitet që zhvillohet në 2 ditë dhe ka të ndërlidh poezinë me pikturën. Është një aktivitet shumë i bukur sepse unë shkruaj shumë. Edhe normal që kjo më la brez, sepse më dha mua mundësinë të krijoja një kujtim tjetër me penën time, edhe me artin tim të shkruarit, por pse jo të ndërlidhnim edhe pikturën, edhe të mësonim më shumë nga më të rritur se ne për letërsinë, artin e të shkruarit edhe pikturën. Dhe shkrimi, domethënë se ne në qytetin ton kemi edhe liçeni, që është një mundësi shumë e bukur, na dha mundësinë të krijonim më tepër, edhe të mësonim më shumë. Por ju ndoshta cila ka qenë një moment sfidues gjatë këtyre viteve që keni qenë pjesë e Këshillit Rinor Pogradec, që keni menduar që nuk mundem t'ja dalë më me shkollën, e di ngarkesa që është momentalisht, por edhe me angazhime të tjera që mund të keni. Atëherë unë kur vendosa që të aplikoja te Këshilli Rinor Pogradec, mund të them që i mora parasysh të gjitha, sepse unë jam një gocë që mund të them që e përballoj presionin edhe të shkollës, edhe të aktiviteteve të ndryshme. Besoj që je organizuar. Po, sepse e kam dëshirën dhe unë vetë si person që mund të rri pa u marrë me një aktivitet. Mendoj që si çdo organizat tjetër ka edhe vështirësitë e veta, por asnjëherë nuk më ka shkuar në mendje mendimi që nuk mund t'ja dal, sepse edhe kur jemi mërzitur për ndonjë aktivitet, gjithmonë kemi pasur Dorin aty që me një fjalë të ngrohtë edhe me fjalët e tij, siç është Doriani pozitiv. Po, na ka ndihmuar që të besojmë se mund t'ja dalim çdo gjë nëse ne vendosim që ta bëjmë. Më vjen shumë mirë. Vërtet. Po ti Amelia? Dhe unë të jeni me dy Stelina. Edhe patjetër, sepse ndryshe nuk do të ishit këtu sot edhe me dëshirën, vullnetin për të vazhduar, për të ecur përpara, për të sjellë ndoshta edhe aktivitete të tjera për të rinjt në qytetin e Pogradecit. Vajza, keni diçka tjetër që ndoshta doni ta shtoni në përfundim të bisedës në këtë moment, ndoshta edhe një mesazh për të rinj që janë duke na ndjekur? Një mesazh që unë do t'ju thoya të rinjve është që të mos kenë frikë, të mos kenë frikë nga gjykimi i të tjerëve, të mos kenë frikë të vazhdojnë ëndrrën e tyre dhe të mos kenë frikë të guxojnë, sepse të futesh në këshill dhe të bësh aktivitete të ndryshme do të thotë që ti të guxosh. Dhe shumica e të rinjve sot mendoj se nuk kanë guxim, mendoj se kanë frikë edhe struken atë vetveten e tyre,
por doja t'ju thoya që është shumë bukur të guxosh, është shumë bukur të marrësh pjesë në aktivitete ndryshme dhe është shumë bukur të njohësh njerëz të rinj, sepse në fund të fundit, siç e tha edhe Dori edhe ju më parë, ne na vjen jeta studentore dhe rritemi, sepse rritja është një fazë që ne nuk e duam, por ndodh. Është e pashmangshme. Por ndodh dhe është shumë bukur që ti kur të Është e rrite. rëndësishme të shijosh çdo hap dhe çdo proces që jeta të sjell. Është shumë bukur që ti kur të rritesh ta kthesh kokën pas, të kesh shumë gjëra për të qeshur, të kesh shumë gjëra që do t'i kujtosh me mall, edhe të kesh shumë gjëra që do doje ti rijetoj edhe një herë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po Amelia. Atëherë mesazhi im është që ne nuk duhet të prisim momentin sepse ai nuk vjen kurrë, por duhet të fillojmë sidoqoftë me hapa të vegjël. Në fillim të gjithë kemi emocione, edhe neve tani që jemi pjesë e këshillit rinor, kemi përsëri emocione, por që kur futesh në një grup ku ka pozitivitet dhe vlerësohesh, aty ndihesh shumë mirë dhe mjafton që ta provoni dhe edhe nuk do të largohemi më deri në momentin që pastaj duhet. Do mendonin që është vendimi i dur që keni bërë. Kënaqësit isha në këtë bisedë të shkurtër sot me Amelian dhe Stelinën. Vajzat, do të doja që sërish ndoshta në një minutazh më të gjatë jeni pjesë e programit Muzik Plus për zbuluar më tepër nga ju, por edhe për të përcjellë mesazhe të tilla shumë të rëndësishme për të rinj që janë duke na ndjekur. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak me dy vajza të tjera, do të jenë në mikrofon Dimitra dhe Irda për të ndarë më tepër nga eksperienca e tyre si pjesë e Këshillit Rinor në qytetin e Pogradecit. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus, ku në këto momente në mikrofon janë bashkuar dy vajza të tjera, Irda, koordinatore pranë Këshillit Rinor Pogradec dhe Dimitra, antare e komitetit organizativ. Vajza, kënaqësi të jemi së bashku në këto minuta për të ndarë më tepër nga vetja, por edhe për të prezantuar aktivitetet më të rëndësishme që do të ketë në këtë periudhë Këshilli Rinor i Pogradecit. Ju përshëndes dhe juftoj të prezantoheni më tepër për dëgjuesit. Kënaqësia do ishte e imja dhe jo vetëm e imja, por e jona që jepni një zgjerim ose një rrugë të hapur të rinjve, duke qenë se janë edhe një pjesë shumë e rëndësishme mendoj e vetë komunitetit.
Kështu që shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për mua. Kënaqësia është e gjitha jona që ne jemi pjesë e kësaj hapësire që ju e keni dhuruar të rinjve në qytetin e Pogradecit. Unë jam Irda Manaj, koordinatore e Këshillit Rinor Pogradec. Nëse do të flasim pak si kam hyrë unë në këshill, ka qenë një hapësirë vërtet e veçantë për mua. Është bërë fiks një vit nga nisja ime në këshill, ku në mënyrë meritokracie, por edhe duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, u vlerësova me çmimin koordinatore për këtë vit. Është një punë vërtet e veçantë, të merresh me të rinjt e tjerë, të merresh me aktivitete vërtet veçanta në qytet që frymëzohen nga të rinjt, që bëhen nga të rinjt, që pjesëmarrës janë të rinjt. Është një kënaqësi shumë e madhe të merresh me ta dhe të jesh pjesë e një këshilli rinor si ky joni, Këshilli Rinor i Pogradecit. Mendoj se kemi hapësirat tona të gjithë për pjesëmarrje, për aktivitete, për organizime, për gjithçka që ne duam të ndryshojmë qytetit tonë. Më vjen mirë. Më trego pak për ty Dimitra, si nisi hapi parë i të qenit pjesë e Këshillit Rinor në Pogradec. Atëherë unë jam një tip shumë aktiv, dua që të jem kudo, përsa i përket angazhimit apo edhe mënyrës domethënë se si unë të veproj me të tjerët. Jam shumë bashkëpunuese dhe më pëlqen që të kemi diçka në grup apo diçka të cilën vërtet ne duhet ta vlerësojmë ti përkasti komunitetit, të ketë një ndikim në komunitet, sepse ne kemi parë që shumë të rinj po largohen nga qyteti dhe është diçka vërtet shumë e dhimbshme. Dhe diçka çfarë unë kam menduar përpara se të bësha pjesë ka qenë që pse ne mos jemi ata të cilët duhet ta mbajmë gjallë këtë qytet, ku të mbajmë frym edhe Mitrushin dhe Lazgushin, dy ndër më kryesorë të qytetit, atë liçenin ton. Duke kujtuar qytetin, unë nuk kam dashur asnjëherë që të largohem dhe kam dashur që të jem pjesë kudo. Një mundësi shumë e mirë më erdhi Këshilli Rinor Pogradecit. Duke parë aplikimet kur kishin nisur, doja që asaj periudhe të kisha diçka të re, diçka që të punoja me të tjerët, diçka që unë të kisha për veten time, sepse përveç ndikimit në komunitet ne kemi një përfitim edhe për veta, për të ardhmen tonë. Dhe domethënë e kam gjetur një mundësi shumë të mirë që ka qenë Këshilli Rinor i Pogradecit dhe direkte pa ezituar fare kam aplikuar, edhe pse me ato dyshimet e mia, por që duke parë njerëzit pastaj domethënë ndryshova komplet idenë time se çfarë kisha krijuar më parë për këto gjërat e qytetit, apo pati ndikim shumë të madh tek unë me kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndoshta ne gjithë paragjykojmë për shumë gjëra që ndodhin në qytet, duke qenë jashtë tyre, por ndryshon e gjitha në momentin që ne përfshihemi realisht edhe japim kontributin ton. Vajza, më tregoni pak në lidhje me aktivitetet tuaja më të fundit dhe si janë pritur nga komuniteti. Një ndër aktivitetet e fundit ka qenë një aktivitet ose më saktë një diskutim surreal me poetët e qytetit tonë, një aktivitet inovativ nga qendresa qytetare. Dhe ka qenë një aktivitet i bazuar tek detyrat e shtëpisë. Pra ashtu siç përmenda edhe pak më parë, një diskutim surreal me poetët e qytetit tonë, me dy të rëndësishmet e qytetit tonë. Kemi qenë në bibliotekë në qytetit, ku është një vend shumë i dashur për ne, duke qenë se jemi shumë të lidhur me letrat, me pikturat, me shkrimet. Kemi sjell në qendër atë çfarë ne na duhet të sjellim. Nga ana tjetër ka qenë dhe java e arsimit. Domethënë kur ne kemi bërë këtë aktivitet. Dhe me pak fjalë, domethënë ka qenë një diskutim i bërë me ne. Kemi pasur edhe atë sfidën tonë në aktrim. Domethënë përveç se jemi shumë të dashur me letrën, mirë po nga ana tjetër këto sfidat e tjera të aktrimit ne nuk i dimin fare dhe kuptuam shumë mirë se ne jemi të talentuar edhe për këtë gjë tjetër. Ndoshta zbulojnë dhe talente në këto aktivitete. Ishte një zbulim i talenteve tona në pjesën e aktrimit, le të themi. Siç e tha edhe Dimitra, aktiviteti u zhvillua në javën e arsimit, një cikël aktivitetesh nga qendresa qytetare. Një ndër ta ishte edhe aktiviteti jon, detyrat e shtëpisë, ku ne zbuluam më shumë për korifejt tanë, Lazgushit e Mitrushi. Dhe si janë pritur këto aktivitete, ky apo edhe ndonjë aktivitet tjetër nga komuniteti, sepse është shumë e rëndësishme që aktivitetet që ju sillni
komuniteti të jetë pjesë e tyre në një farë mënyre të ndërveproni, ja? Jo të gjitha, jam e sigurt që jo të gjitha, por që një pjesë e mirë e tyre besoj që kanë impakt në komunitet. Nuk besoj se s'pati pogradecare që nuk u ndjej vlerësuar nga përmendja e Lazgushit dhe Mitrushit. Mbi të gjitha në një aktivitet aq surreal siç ne e realizuam, një aktrim, por duke ringjallur le të themi edhe dy korifejt e qytetit. Ishte një aktivitet vërtet i veçantë që pati ndjesinë e vlerësimit në qytet. Patjetër, më vjen mirë. Vajza, më tregoni pak në lidhje me aktivitetet që keni në plan për gjatë kësaj periudhe. E di që dhjetori është i mbushur me aktivitete dhe aktivitete të bukura mbi të gjitha, duke sjellë atë atmosferën e veçantë të sezonit të Krishtlindjes. Prandaj, tregoni më tepër detaje dhe si janë duke përfshirë të rinj në këto aktivitete. Siç e tham edhe në fillim të intervistës, ne kemi rikonstituimin e këshillit që do të ndodhi së shpejti. Antarësia e re do të vlerësohet dhe do të jetë pjesë e Këshillit Rinor Pogradec. Më pas periudhë Krishtlindjesh, Christmas Market Competition, më pas vazhdojmë me Kino Christmas, që janë aktivitetet edhe tradite dhe aktivitetet më të kërkuara nga të rinjt në qytet. Që vim për të disatin vit. Po, për të disatin vit. Më pas, fillimi i vitit na pret me surpriza të reja, një shfaqje shumë e bukur që ka në fokus një temë mjaft të ndjeshme për rinin sot, emigracioni, një temë vërtet shumë delikate, por që besoj që duhet trajtuar gjithmonë edhe më tepër, duhet sjellë në vëmendjen e të rinjve kryesisht, sepse le të mos harrojmë që ata janë edhe pjesa më e madhe e atyre që janë duke u larguar apo e shohin të ardhmen diku tjetër përtej Shqipërisë apo edhe përtej qytetit, sepse kemi këto lëvizjet brenda qyteteve. Mendoj e trajtuar nga të rinjt dhe sjell në skenë nga të rinjt do të ketë vërtet vlerën që i meriton ajo temë. Do të ketë edhe më tepër impakt. Dimitra më trego sepse u prezantua në këto momente nga erdha shkurtimisht aktivitetet e dhjetorit, por më trego pak më tepër, jam shumë kurioztare se si ato funksionojnë, datat kur do të ndodhin, edhe se si të rinjt mund të bëhen pjesë e tyre apo edhe vetë komuniteti. Për sa i përket aktivitetit të parë, është Kino Christmas, ku ne mblidhemi dhe shohim filma të ndryshëm me qëllim edukativ. Kemi dhe Christmas Competition, ku të rinjt bëjnë konkurset midis njëri tjetrit dhe ne vlerësojmë njëri tjetrin, ku është diçka shumë e rëndësishme për sa i përket të rinjve, për arsye se ndodh që ne vlerësojmë njëri tjetrin dhe jo të tjerë më të rritur apo që dhe vajzat prezantuan sipër. I cili ndodh nga data 12-13 dhjetor, jo vetëm Këshilli Rinor i Pogradecit duhet, domethënë, apo është i mikpritur tek këto konkurse apo këto aktivitete të ndryshme, ne përfshim edhe pjesëtar të tjerë, duke bërë shpërndarje nëpër shkollat tona. Kemi nga 5 anëtar të çdo shkolle, po përveç kësaj përfshim dhe pjesën tjetër të shkollës, duke bërë këtu, domethënë, përfshirjen e të rinjve të tjerë. Dhe më pas fillon dhe ky pëlqimi më i tepërt i Këshillit Rinor Pogradec, duke kuptuar ndoshta edhe një ide për të rinj të tjerë, përse unë të mos aplikoj për të qenë pjesë e këshillit. Sepse secila shkollë do të ketë hapësirën e vet e Christmas Market Competition, që do të prezantohet me numrin e vet artistik. Këngë, kërcime. Dhe besoj që në fund shpallet një fitues. Po. Fituesin e zgjedhin vetë ne, siç u tha edhe më lart. Më vjen mirë. Duke qenë se po mbrim kështu pak nga pak në fund të bisedës sonë në studio, cili është mesazhi juaj për të rinj që duan të angazhohen, por që mund të ndjehen edhe të pasigurtë, ka plot të rinj që stepen për arsye të ndryshme, ndoshta janë edhe të pamotivuar ose mendojnë se nuk kanë mundësi apo duke qenë pjesë e këtyre këshillave, zëri i tyre nuk do të dëgjohet. Këto janë edhe ato paragjykimet që unë përmenda edhe më sipër që si të rriturit, por edhe të rinjt mund t'i kenë në momentin që nuk janë pjesë aktive e një forumi në këtë rast. Unë mendoj që ndryshimi nis nga ne, pra nëse ne nuk vendosim në zbatim ato ide, ato aktivitete, ato ndryshime që ne kemi në trurin tonë, në mendjen tonë për të ndryshuar qytetin, askush nuk do ta bëjë. Pra nëse ne nuk arrim të aktivizohemi në baza rinore, siç është Këshilli Rinor Pogradec, nuk do të kemi mundësinë për të shprehur veten, për të ndryshuar qytetin, për t'i dhënë atë ngjyra më të bukura se sa liçeni që ne kemi. Kështu që mendoj se ndryshimi fillon nga ne dhe kjo është ajo që duhet të ngrejë të gjithë të rinjt sot për të bërë ndryshime në qytetet e tyre përkatëse. Ky është mesazhi që vërtet unë dua t'i jap, sepse kjo është ajo që dhe mua më ka shtyrë për të qenë pjesë e Këshillit Rinor Pogradec. Edhe këtë e ndan një mesazh nga vetë eksperjenca jote.
E kush nuk ka pasigurinë në vetvete në fund të fundit. Të gjithë jemi të stepur të bëjmë diçka, ndikimit të tjerëve, opinionit të gjithëve. Mendoj që këto duhet i heqim nga vetja, duhet të dalim nga ato pasiguritë tona dhe të falim atë çfarë ne dim të bëjmë më mirë. Atë çfarë na frymëzon ne ta bëjmë, ta nxjerrim jashtë vetes tonë dhe t'ia falim edhe të tjerëve, sepse në fund të fundit është diçka për veten tonë, një ndikim për veten tonë, një ndikim jo vetëm për veten, por edhe për komunitetin. T'i falim gjithkujt atë çfarë i mungon, të mësojmë diçka të re, një zhvillim më tepër i rinis, sepse në fund të fundit atë çfarë edhe përmenda në fillim të kësaj interviste ishte që rinia është shumë e domosdoshme, shumë e rëndësishme për qytetin. Prandaj, domethënë një thirrje e imja ose më saktë një mesazh i imi do të ishte që të mblidhemi bashk dhe asnjëherë të mos na ndalojnë ato pasiguritë tona, sepse ne jemi ata që duhet të kemi një shtys për të tjerët. Ne duhet jemi vetë ata që të dalim dhe të themi që shiko, kjo gjë që ne mendojmë kaq shumë të vështirë, nuk që ka dhe kaq shumë e vështirë. Dhe të jemi një motivim edhe për njëri tjetrin, sidomos ju për bashkëmoshatarët tuaj. Ishte shumë kënaqësi të ishit në studion e programit Music Plus në ditën e sotme. Falenderoj patjetër Dorianin që ishte në minutat e para të kësaj bisede, themeluesi i Këshillit Rinor Pogradec. Se cilën për ju vajzave, Stelina, Irda, Dimitra dhe Amelia, të cilat prezantua më tepër nga Këshilli Rinor i Pogradecit, duke ndarë njëkohësisht dhe eksperiencën tuaj personale. Kështu vajza? Një falënderim shkon nga ne për ju, për hapësirën që na dhat si Këshilli Rinor për të shprehur veten, por edhe për t'i dhënë një zë rinis të qytetit. Nësi, jeni gjithmonë të mirë pritur. Ju në këtë rast, por edhe të rinj të tjerë të cilët janë pjesë e Këshillit Rinor Pogradec për ndarë mesazhe të tilla shumë të rëndësishme, ndërgjegjësuese për të rinjt e Pogradecit, por jo vetëm, për gjithë të rinjt në çdo qytet që na ndjek. Kështu ne përfundojmë bisedën tonë në studio, miq, mbrim pak edhe në fund të programit në ditën e sotme. Unë falenderoj gjithë secilin prej jush që kanë ndjekur programin Music Plus në këtë sezon të veçantë, në 25 ditë Krishtlindje në Music Plus. Mos harroni na ndiqni çdo ditë nga e hëna në të premte në orën 11 dhe gjithashtu ky program vjen në orarin e tij të ritransmetimit në orën 16. Mund të na ndiqni lehtësisht përmes frekuencave tona, por edhe online në faqen e internetit emanuelradio.net. Unë ju përshëndes në këto momente me propozimin e fundit muzikor për ditën e sotme, vjen kënga Këndon ky shpirt nga Çimi dhe Nisa. Ju përshëndes miq, ju uroj të kaloni një ditë këndshme në vazhdim, bashkë ridëgjojemi në puntatën e ardhshme këtu në valët e Radio Manuel në programin Music Plus. O Zoti